Policia e shtetit ka shpallur hapjen e procesit të konkurimit për pozita drejtuese në disa departamente dhe drejtoritë vendore të policisë së shtetit. Aplikimet për këto poste do të jenë të hapura nga data 3 nëntor 2025 në orën 8 të mëngjesit deri në 11 nëntor 2025 në orën 4 të pasdites. Konkurimi përfshin pozita kyçe, përfshir 2 drejtorë departamentesh dhe 2 drejtorë vendor. Këto pozita janë pjesë e një ristrukturimi të brendshëm dhe zëvendësimesh në policinë e shtetit, pas ndryshimeve që kanë ndodhur në disa prej drejtorive të vendit. Pozitat që hapen për aplikim janë drejtori i departamentit për kufirin dhe migracionin dhe drejtori i departamentit për marrëdhëniet ndërkombëtare. Drejtori vendor i policisë për drejtorinë vendore të policisë Elbasan. Ky pozicion është i hapur pas dorëheqjes së drejtorit të mëparshëm, i cili u largua nga detyra. Ky post ishte mbajtur më parë nga Fatmir Hoxha, drejtor vendor i policisë për drejtorinë vendore të policisë Shkodër. Pozita është e hapur pas shkarkimit të drejtorit të mëparshëm Fatmir Leshi, i cili u largua nga detyra në 10 korrik 2025. Aktualisht, pozita është mbajtur nga Gentian Berberi, i cili ka qenë më parë në detyrën e drejtorit të policisë së Kukësit. Aplikimet do të mund të dërgohen nga data 3 nëntor deri në 11 nëntor. Policia e shtetit ka njoftuar se për këto poste do të merren parasysh një proces selektimi transparent dhe i drejtë, me qëllim sigurimin e cilësisë dhe efikasitetit të shërbimit të sigurisë publike.